Në një gangster, po prap si prap as njeri si ulem se vetëm ati lartja kam frikën. Nuk ju kam bërë as një gjë gabim, nuk ju kam sharë, nuk ju kam prerë, nuk ju kam hengur, nuk ju kam në një gjë hakut. Qa hau i keni vetëm ullni? Jemi 5 shqiptarë këtu në Dubai që njifemi, që miremi me platformën e TikTokut. Të 5 juve më jeni bërë kundra meje, për qa ju bërë vlla? Ullët në tavolin, më qasët Dubai, premtimet i bet live. Njerëzit e pan do të bjem Dubai, më prut Dubai. Tërë vetëm bëjni kundrani. Qa ju bëra gabim? Dije kishte babaj vjetorin, e pat vetë qa gjendje isha, Alex Visha rrinte aty, tauesh me mua. Isha i ngrirë, më kishte ngrirë truri vlla, më kishte ngrirë truri, nuk dija në atë veja, ndihesham i humbur komplet në shtet që nuk njoh asnjëri. Kam rënë burgjeve që fëmi, shkela në drast kalbur që fëmi, më morin qaf shoqëria që fëmi. Po juve qeshni të me mua, nuk e di qa ka ai që rri ngrirë. Nuk e di, ai vetëm rrinte i ngrirë. Seriozisht po rri ngrirë. I vetmi gjë që ishte gjëja më e mirë që kishte aty ishte ajo maçogu, ai macja. Më shpirt pastër se ajo macja nuk ka aty vlla. Prandaj po rria me macën. Se ishte më e pastër e më besnik se sa mund t'jeni juve në jetën tuaj.